sjellur njerëzimit profetin tonë sallallahu alaihi wasallam. I shokët e tij, dhe me gjithë të ata cilët ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Adhurimi që ne kemi filluar këtë ditë është një prej adhurimeve më madhështore. Agjerimi, ku profeti sallallahu alaihi wasallam na përmend në një hadith, thot, ka thënë Zoti i gjithësisë, çdo punë e birit të Ademit është për të, përveç agjerimit. Ajo është për mua dhe unë shpërblej për të. Subhanallah. Çdo punë e birit të Ademit, pra punët të cilat ne i bëjmë për dikshmëri, punë të mira, adhurime, por ndoshta këto adhurime mund të ketë pjesë pak e nefsi njeriut. Për shembull, fal namazin, shohin tjerët, fale filani. Dha sadaka, shohin tjerët, thotë, filani bujar. Ndërsa kur vjen çështja e agjerimit, ajo është mes teje dhe Zotit gjithësisë. Vjen një transmetim, çdo punë e birit të Ademit shpërblehet deri në 700 fish. Përveç agjerimit, thotë Zoti i gjithësisë. Ajo është për mua dhe më shpërblej për to. Pra agjerimi shpërblim më të veçantë. Pse? Se ka agjerimi ka të bëjnë, thonë dietarët, sinqeriteti i njeriut. Ka të bëjnë pasja parasysh mbikëqyrja e Zotit. Aty nuk hyn syefaqësia, thonë dietarët, është adhurim që nuk mund të hyjë syefaqësia. Ska e misteri dhe Zotit i gjithësisë. Do shta ti mund t'jesh brenda në tonë, ke para ushqimin, pije, çdo gjë. Por çfarë thu? Allahu më shef. Zoti i gjithësisë më shef. Dhe këtë adhurim e kam për Zotin i gjithësisë. Pra me këtë adhurim që ne po kryjmë këto ditë, ne mësohemi me pasjen parasysh se Zoti i gjithësisë na mbikëqyr dhe na shef. Allahu i lartësuar. Dhe kjo është një ndër qëllimet mëdhore të këtij adhurimi madhështor. Prandaj edhe shpërblimi i tij është tepër i madh tek Zoti i gjithësisë. Vlla dhe motra. Më pas vjen në hadith ku thotë dhe agjerimi është mburoj. Çfarë mburoj? Është mburoj nga haramet, është mburoj nga gjunafet, është mburoj nga shprehjet jo të hishme, është mburoj nga gjërat të cilat nuk i takojnë muslimanit. Dhe besimtari, kur është agjerueshëm, ruhet prej këtyre gjërave. Dhe është mburoj agjerimi në botën tjetër, nëse muslimani e ka kryer, besimtari e ka kryer këtë adhurim, ashtu siç duhet, ashtu siç kërkohet prej tij, në botën tjetër ky adhurim është mburoj prej zjarrit të xhehenemit. Dhe kur ndonjëri të jetë agjerueshëm, mos flas, vazhdon hadithi, mos flas fjalë jo të hishme. Vëllezër, dëgjoj, se ne gjithë agjerojmë, dhe gjithë duam që këtë adhurim ta kemi në formën më të mirë. Atëherë dëgjoj këto fjalë. Do të përmend një hadith profetit alayhis salam. Dëgjoje. Se ndoshta ky hadith do të kujtohet nesër kur shosh në shkolla, njëri këshau, çfarë reagosh? Je agjerueshëm. Do me të zënu agjerimin. Jo, ti do me marrësh shpërblimin e këto. Ti se si të reagosh? Thot profeti alayhis salam. Dhe kur do njëri pra tjetë ditën e agjerimit, mos flas fjalë jo të hishme, dhe mos ta ngrej zori, me vërtet, si takon kjo agjeruesit. Dhe nëse ndonjëri e shaf, apo e lëndon, kërkon me ngrit me to, dhe ti thot, dhe ti kthehet dhe ti thot, unë jam njeri agjerueshëm, unë jam njeri që po agjeroj. Pse përmend profeti alayhis salam këtë gjë? Sepse agjeruesi është në kujdesin e Zotit gjithësisë, po kryen një adhurim madhështor dhe nuk i takon muslimanit
që me ju kthy atij tjetrit me të njëjtën gjuhë, me të njëjtën movet manet që ai ka. Por, sepse fundja ne synojmë shpërtim në agjërimin. Dhe në fund ditës, nëse ti nuk i lek mësura asnjërit, atëherë del, në fund ditës vetëm ke ndenjtë pa ngrënë dhe pa pirë. Por ne duam që ky agjërim, të cilin ne do e bëjmë, por i gjithë ditën pa ngrënë dhe pa pirë, duam që në ditën e gjykimit ky agjërim të jetë mburoj dhe të ndërmjetësoj për ne, të jetë mburoj prej zjarrit të xhenemit. Atëherë, pra kur një dikush të jetë agjërueshëm, nuk gënjen, nuk mashtron, nuk shal, nuk ofendon, mundohet ta përbaj veten e tij. Po më thuaj vllai im në Ukrainë, për gjithë muajin 29 ditë. Nëse ti e pengon veten, e ruan veten, atëherë me lejen e Zotit qetësisë, ti edhe pas Ramazanit do të jesh një besimtar e më ndryshe. Do të ndryshojnë sjellja jote. Pastaj vazhdon hadithi profetit alayhis salam. Thot pasha atë në dorën e të cilit o shpirti im. Thot era e lojës së agjëruesit është më e mirë tek Allahu i lartësuar se sa era e parfumit. Pra, gjatë ditës agjëruesi dobet. Barku, stomaku është bosh. Dhe normal ndoshta ka ndonjë erë tek goja e tij, por kjo erë ka më shumë më vlerë tek Allahu i lartësuar se sa era e nisur. Pse? Sepse ky njeri po agjëron dhe po sakrifikon për Zotin e gjërësisë. E kjo në ditën e gjykimit do të ketë agjëruesi një erë pra misku, që do ta dëgjojnë tjerë, ky njeri ka qenë agjërues. Ka agjëruar për Zotin e gjërësisë. Ama ka agjëruar ashtu sipas rregullave, i është përmbajtur rregullave të agjërimit. Dhe ne ashtu kërkojmë. Kërkojmë që agjërimi jonë të jetë ashtu siç duhet, pra nuk gënjen, nuk mashtron, nuk sham, nuk ofendon, por e ruan agjërimin tonë dhe mundohesh që ta mbushësh ato me vepra të cilat e kënaqin Allahun e lartësuar. Vllai, në Ukrainë. Dhe ti vemi shëllim veprave tona që agjërimi ju të jetë më ndryshe. Ndryshojnë edhe vetja jonë. Vazhdon profeti alayhis salam më pas në hadithin dhe thot agjëruesi ka dy gëzime. Gëzimi i parë është kur çet iftari. Allahu akbar. Elhamdulillah, më mësoi Zoti agjërova i ditë. E kryva një ditë agjërimi të afut tek Allahu i lartësuar. E zbatova një urdhër të Zotit qetësisë. Dhe gëzimi i dytë, thot profeti alayhis salam, është kur të takoj të madhin Zot, kur gjej atje shpërblimin, subhanallah, dhe gjej shpërblimin e agjërimit të tij. Elus Allahu më lartësuar që na mundësoj ta kryejmë këtë adhurim në formën e duhur. Amin.